Shqipëria përkujton sot 35 vjetorin e lëvizjes studentore të dhjetorit të vitit 1990, që shënoi rënien e diktaturës komuniste. Në ditën e rinis, Partia Demokratike dhe Familjar të Azem Hajdarit zhvilluan aktivitetin e përvitshëm në qytetin Studenti, atje ku mori jetë kjo lëvizje. Demokratët dhe ish student të dhjetorit u kthyen si çdo vit në qytetin Studenti, në sheshin Demokracia, pranë shtatore së Azem Hajdarit, një prej drejtuesve kryesor të lëvizjes që nisi prej aty. Kreu i demokratëve Sali Berisha u shpreh se të rinjt ishin misionar të paepur. Ai e konsideroi të ndjerin Azem Hajdari tribun të lirisë, ndërsa studentët e dhjetorit heronj të vërtet. Si sot, 35 vite më parë, me 8 dhjetor të vitit 1990, studentë të Universitetit të Tiranës dhe shkollave tjera të larta, të udhëhequr nga tribuni i lirisë Azem Hajdari, nisën protestat. Revolucionin demokratik, i cili si një uragan i vërtet në 3 ditë ndau epokat dhe vendosi në vendin më monist të planetit pluralizmin politik. Ndaj sot, mbarkombi shqiptar nderon 8 dhjetorin si datën më të rëndësishme gjëratëherë në historinë e lirisë së tij pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Për shqiptarët në Shqipëri, 8 dhjetori i vitit 1990 është ditëlindja e lirive të tyre. Me 8 dhjetor të vitit 1990, studentët liberatorë, engjujt e demokracisë, siç do t'i thrisnin ata njerëzit më të shtypur të Europës, të udhëhequr nga prisi i tyre legjendar Azem Hajdari, u ngritën me guxim të jashtëzakonshëm në Tiranë, në lëvizjen studentore për të përmbysur diktaturën komuniste në të egër të kohës. Në krah të familjarëve të Azem Hajdarit, Sali Berisha kërkoi që të jenë të rinjt, ata të cilët sërish do të rrëzojnë diktaturën e re, sipas tij, atë të Edi Ramës.